Kushdo që kalon magjistrales në Shkabaj nuk ka për të gjetur mbi shkrimin në serbisht për Prishtinën dhe Obiliqin. Gjithandaj Kosovës emërtimet në njërën apo tjetrën gjuhë zyrtare në vend janë të shlyera. Madje në Graçanicë përpas kësaj dikush mbi shkrimin në shqip për qytetin e ka mbuluar me shenja nacionaliste. Banorët që këtu janë kryesisht serb thonë se nuk u pëlqen fare kjo. Nuk guxon të prekën shenjat e orientimit. Kjo vështirë të thuhet, po është shenjë se shqiptarët dhe serbët ende urrejnë mes vete dhe kjo friksohem se do të vazhdoj. Kjo gjë nuk është e mirë, është turp nga dy anët, si për serbët ashtu edhe për shqiptarët. Të njëjtën gjë e shoh edhe kur kaloj ka Mitrovica. E rajoni që përmendi ky serb del të jetë shumë i prekur nga shlyerja mbi shkrimeve, sidomos në serbisht. Ndërkaq në Prishtinë dikush është treguar më kreativ në këtë punë. Nuk është mirë me shlyerë se njerëzit nuk i din të na gjuhët. Ka nevojë dikush në gjuhën serbe, në gjuhën shqipe, në gjuhën pavarësisht. S'është në rregull. S'ka nevojë me shtyje, sa do të më rëntu njëri ka më shkuar. Dhe shumë gabim i madh që e bojnë kështu. Zëvendësministri i infrastrukturës Banu Shpacolli tha se shlyerja mbi shkrimeve dhe dëmtimi i tabelave po i kushton shumë buxhetit, pasi që po sjell shpenzime të paplanifikuara. Në polici konfirmojnë se ka patur të arrestuar derisa bëhet me dije se kjo dukuri është në rritje.